Mirë mëngjesi dhe mirë se vini në rubrikën për fëmijë në kuadër të emisionit Ritmi i ditës. Tani sot jemi te Çerdhja Fidani, konkretisht në objektin Bambi. Është një objekt i ri ku tani do të kemi një diskutim të vogël me më të dashurit tanë, që janë fëmijët e vegjël, dhe ata i kemi gjetur në javën e fëmijëve, pra. Dhe çfarë bëjmë në javën e fëmijëve? Po java e fëmijëve të dashurit e mi ka të drejtë me të drejtat e tyre. Dhe ja kështu siç i shikoni, ne i kemi pyetur edhe mësueset të cilët kanë komunikuar me vetë fëmijët dhe u kanë shpjeguar, u kanë treguar pak a shumë për t'i vetëdijsuar se fëmijët kanë të drejtë të jenë të lumtur, kanë të drejtë të ushqehen mirë, të mësojnë në hapësira të shëndosha, e kështu me radhë, Por më shumë tani do të shikojmë, do të luajmë pak, do të pyesim pak, dhe në përgjithësi do të shohim se çfarë kanë për të na thënë apo për të na shprehur më të mirët tanë. O zot, sot mëdhej qenë keni. A jeni ju të mëdhej o unë jam i madh? Unë jam i madh. A ju, po patjetër që ju jeni të mëdhej. Shif sa i vogël jam bo une. Hey, çfarë është kjo? Do më tregoni pak se çfarë është kjo? Ai, zi, është një lapsi zi, apo jo? Sa mirë. Vizatoni ju në klasë? Çfarë vizatoni? Kafsh? Gjësende, libra, lapsa? Wow, po ty kush ti ka rregulluar flokët kaq mirë si një princesh nga përrallat që vjen? Mami apo babi? Apo motra e madhe? Ti ke vëlla? Motra ime. Dhe ti? Po shiko këndej pak, ktheu pak kështu të shikojmë më mirë. Sa vjet ke? 4. 1, 2, 3, 4. 4, apo? Very good, okay. Ja do shkojmë tani te ajo tavolina atje, dal nga dal. Hey, hello. O, sa të mirë jeni ju. Çfarë do më thoni sot? Keni hëngër ushqimin në mëngjes? Po. Ishte i mirë? Po. Dhe çfarë keni mësuar këtë javë? Ju kujtohet pak se çfarë ju ka thënë mësuesja? Java e fëmijëve? Po. Çfarë keni mësuar për javën e fëmijëve? Cilat janë të drejtat e fëmijëve? A mund dikush të më thotë? Fëmijët kanë të drejtë të jenë të lumtur, apo? Më shumë, po! Thoni, po! Ashtu pra! Po, edhe tjetër, fëmijët kanë të drejtë të jenë të mbrojtur, apo? Kush i mbron fëmijët? Kush, ja do dalim këtu do pyesim dal nga dal, kështu si që jemi. A do më tregoni se kush i mbron fëmijët? Unë kam bashkë fit, gole. Sa mirë, ndërsa ti? Unë bua babi, ka shua bu të ditë. Edhe babi të mbron? A të mbron babi edhe mami? Po mësuset, a janë të mira mësuset? A ju mbrojnë? Po, dhe është ne të rriturit duhet t'ju mbrojmë juve fëmijë, sepse është detyra jonë. Ju duhet t'jeni të lumtur, të qeshni, të hani mirë, nëse ju pijet uja po diçka, ti kërkoni mësuese, s'toni, ma mësuese, unë dua të pi ujë. Mirë, a mundet kështu, okej? Do ma premtoni? Po. Okej, super. Dhe tani shkojmë edhe te kjo. Këtu kemi një tavolin tjetër. Mirë mëngjes, ose mirë dita është? Mëngjes apo është? Mesditë. Mëngjes është? Mëngjes është, ora, mëngjes. Okej, si quhesh ti më thuaj? Ditë është, harrova, wow, ditë është po edhe unë, çfarë po flas? Si quhesh, emri? Po, nësa ti? Adnan. Adnan? Wow, Adnan.
Më dukesh se je shumë i folë, shumë mirë edhe shumë mirë është folësh. A folni ju shumë? A komunikoni me njëri tjetrin, a folni me njëri tjetrin? Ashtu pra dhe duhet të folni me njëri tjetrin, sepse e folura është e shëndetshme. Apo? Po duhet kemi kujdes se çka folim. Nuk duhet të nervozohemi. Të bëjmë kështu. Po të qeshim, të jemi të mirë me njëri tjetrin, të jemi shok, të jemi shoqe, të luajmë, dhe të themi fjalë të bukura, apo? Okej, kush di për drejtat e fëmijëve të më thot diçka nga ju? Kush? Fëmijët çfarë kanë të drejtë? Okej, tregoç. Cila është një drejtë për fëmijët? Mande. Fëmijët kanë të drejtë të jenë, të shëndosh? A kanë të drejtë fëmijët t'i kenë librat e tyre? Kush ua blen librat juve? Po, tjetër shkaku juaj ne I marrim librat dhe I zgjedhim këtu, sepse me këto sytë shkatuaja të bukur që I keni, dhe këtë energji që ma jepni edhe mua dhe gjithve këtu, ju jeni mrekullueshëm. Okej, a do luajmë shumë loja sot? Do luajmë loja? Do jemi të sjellshëm? Bre, sa të mirë jeni. Te ju a isha, a nuk isha? A isha. Po, a mbet dikush pa fol? Vjersh. Kush? Ja, dhe këtu e kemi një djalë. Ktheu pak këndej që të shohim mirë. Ja, këndej, edhe pak më mirë kështu. Ja, vetëm pak ka rijen, ma këndej. Ja, kamera, shiko më atje kamera. Atje, gjithë botën, shiko neve dhe pret se çfarë do t'i themi, çfarë do t'na thuash ti sot? Na thuash për të drejtat e fëmijëve apo ndonjë gjë tjetër? Ndonjë vjersh, ndonjë diçka? Një vjersh? A të thuaj një vjersh, ta dëgjojmë të gjithë. Okej, nuk bëju, ne ja kështu do rritë, do dëgjoj. Okej. Kur ti jesh gati mund të fillosh. Ja u po pres. Unë I kam pa e s'ke pa hiq. Unë nuk e di pse jam kaq kështu I zellshëm, pak qesharake kështu me radhë. Se unë punoj, më keni parë ju në televizor mua? Po? Çfarë kam bërë televizor? Kam bërë kështu? Nuk e di unë, me mbeturina, diçka, me gjëra, ndoshta kam bërë ndonjë kështu kam bërë? Si, edhe njerë tregon si kam bërë? Kështu? Po ju dini të lozni kështu? Ajde shoh pak se si lozim, ajde? Wow, ja shikoni mua si po los me ju. Unë di të këndoj dhe di të... e harrova këngën. Astren, çfarë je do ke bërë? Po ju I mbani me të këngët e juaja? Kur I mësoni? E keni një këngë? Po të gjoj një këngë, mësuesit më thonë që e keni një këngë që e dini dhe quhet Mirëmëngjes. A do ta këndoni? Hajde, 3, 4. Sa ditë e bukur? Vazhdoni. Vazhdoni.
Sa të mirë që jeni. Kjo është e pamundur. Wow, dhe ja ku e kemi këtu edhe një të drejtë tjetër, pa tjetër. Kam të drejtë në lukun. Po pra, kam të drejtë të jem unë. Apo jo? Dhe kush je ti? Lumi? Sa më bukur ke të lumit. Drejt? Kam të drejtë. Të? Soj. Mësoj pra, ja ku e kemi këtu. Kam të drejtë të mësoj pra. Kam drejtë. Shumë. Mendoj. Të kem shok, të kem shoqe, të kem mësuese, apo? Të kem prindër, apo? Super. Si quhesh? Jusuf? Do luajmë këtë lojën këtu që shikojmë? Okej, do shkoj unë i pari edhe ti pas meje, mirë? A mundet? Do jemi të shpejt apo jo shumë të shpejt? Jo shumë të shpejt, mirë? Mund nga dalë, okej? Hajde, ti pas meje, hajde. 1, 2, 3, hajde. Tash prapa kthehemi. Shiko andi? Po ja, po me dorë. Hajde tash edhe njerë, po e vetë, shko vetë, shko ashtu si shko e parës, hajde. Jusuf! Hajde dhe ti, hajde! Go, shko, jepi, wow, tani këndej, bravo! Shumë bukur, shumë mirë! Tani unë në vend tjetri, hajde! Hajde dhe ti, nga dal! Fokusohu, përqëndrohu, shikoni mirë, me kujdes, bravo! Fluturoj njëra. Tani ktheoni prapa, nga dal, do po plaseni. Nga dal, me kujdes, okej. Mirë është, ulluni tash, jepni të tjerave shans. Si quhesh? Hina Murtezi. Të na recitosh një vjersh? Po. Jepi. Duar tona pa shikoni, duar tona sa të vogla sa të njoma. Duar tona punëtore, vizatojnë në sletore. Presin bukur me gërshër, qepin kopse me gjikpër. Bajnë tulla, bajnë gur, duar tona s'lodhen kur. Shumë bukur, bravo, të lumt. Dhe ja, pra kemi edhe heroin ton të ardhshëm, i cili do të na tregoj se si quhet. Kopshtin, sa më qef në shkon. Jo, eja. Edhe unë kam të drejtë të dua. Shkon dhe trupin, dhe ton dhe kokën, tua lartë, reshu pjaka, buzë gjesh, dhe këndoje, mirë mëngjes, sot jam i të pare, sa shkëndojnë, unë s'qeshi, dite përe unë mirë mëngjes, s'gjaku lartë, preke kokën, shkon dhe trupin, dhe ton dhe kokën, tua lartë, reshu pjata, buzë gjesh, dhe këndoje, mirë mëngjes, se të pite përe unë unë s'qeshi,
Dhe shikues të dashur, ky ishte fundi fatkeqësisht. Dhe ne duhet të mbarojmë këtë rubrikë për fëmijë sot. Por unë dua më shumë të shoqërohem me fëmijët. Por jeni sigurt na ndiqni edhe herave tjera në rubrikën tonë për fëmijë me Drenin, me shumë gjëra të reja dhe shumë emocione, nuk e di unë, aktivitet dhe mësime, patjetër. Mos harroni të mësoni fëmijë të dashur, të lexoni dhe të jeni më rëndësishmja të sjellshëm. Mirupafshim dhe shihemi deri herën tjetër.